Pas miratimit të vendimit të Këshillit të Ministrave për skemat kombëtare të mbështetjes në bujqësi, fermerët në të gjithë vendin kanë nisur interesimin për mënyrën e aplikimit dhe përfitimit nga fondet mbështetëse. Në qarkun e Gjirokastrës, interesi është përqendruar kryesisht tek disa masa kryesore të financimit, të cilat pritet të ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin e fermerëve dhe rritjen e prodhimit bujqësor. Janë disa masa që janë prioritare për fermerët e rajonit tonë, janë masa e tufës bazë të matrikuluar, janë pagesat drejt për drejta për fermerët që kanë në pronësi si vjetë të shtullur kufiri, nga 10 krerë që ka qenë të gjedhi si vjetë është në 5, pra mjafton një fermë me 5 krerë gjedh, në shqera dhe lop, që mund të aplikoj dhe të përfitoj një vlerë prej 12.000 lekë për krerë, gjithë një të matrikuluara, kuptohet, të registruara në sistemi ruta të veterinarisë. Për tufën bazë të imtave, DLDhi, kufiri minimal i aplikimit është 50 krerë, ka qenë 100 krerë për shumë vite, deri vitin e kaluar. Si vjetë mund të aplikoj një tufë me 50 krerë të matrikuluara dhe vlera e përfitimit, edhe këtu është rritur, është bërë nga 1.000 lekë, këtu është bërë 1.200 lekë. Gjithashtu edhe të bletaria, edhe këtu ka përmirësime pra, gjithë një në rritje të masës së përfitimit të fermerëve. Kufiri minimal i aplikimit ka qenë 50 zgjoje, është bërë 25, pra mjafton të kesh një park me 25 zgjoje bletësh, dhe përfitimi është dyfishuar, këtu ka qenë 1.000 lekë, është bërë 2.000 lekë për këtë vit. Këto janë 3 masat që përcaktojnë dhe numrin e aplikantëve mbi 90%. Sipas specialistëve, përfitimin nga skemat kërkon plotësimin e disa kritereve bazë që lidhen me dokumentacionin, regjistrimin e aktivitetit bujqësor dhe respektimin e kushteve të përcaktuara në thirrjen për aplikim. Aplikanti përveç asaj paraqitjes dokumentacionit të ketë NIP aktiv dhe ndryshimi nga viti kaluar, është që duhet të ketë paguar sigurimet shoqërore koherente. Te kjo mas nuk kanë qenë vitin e kaluar, gjithnjë kjo është, natyrisht kjo është në interes të fermerëve, për hir të vjetërsisë. Kërkohet dokumentacioni, pra tokat e marra me qira të paraqesin, ka një farë lehtësimi të dokumentacionit. Skemat mbështetëse konsiderohet një ndihmë e rëndësishme për sektorin bujqësor, sidomos në zonat rurale, ku fermerët synojnë të rrisin kapacitetet prodhuese dhe të përmirësojnë ekonominë familjare.